Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë arrestuan shtetasin me inicialet EB, 54 vjeç, banues në Vlorë, pasi nga verifikimi i kryer nga një grup i përbashkët i përbërë nga shërbimet e policisë dhe të OSHE-s, u konstatuan që kishte bërë një lidhje të palishme të energjisë elektrike në punimet e duraluminit në pronësi të tij, si dhe në një objekt 4x4, të cilin e mban me vetgjysi, duke mos e liruar për pronarin e saj shtetasin me inicialet AB. Po këta specialist referuan materialet në prokurori për vlerësim, pasi më datë 15 tetor 2025 në një kantier ndërtimi në lagjën 11 janari, shoferi i betonieres, shtetasi me inicialet PM, 62 vjeç, duke pastruar automjetin, është rëzuar aksidentalisht dhe për pasojë ka marrë dëmtime në kokë. Aktualisht ky shtetas ndodhet në spital nën kujdesin e mjekëve. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban në Vlorë arrestuan shtetasin me inicialet CE, 47 vjeç, banues në Greqi, pasi në rrugën Murat Tërbaçi u konstatua duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Materialet u referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.